S'more dikush tjetër me na përfaqësu neve edhe me thonë valla diaspora po më duhet mu për qëllime votash ose për qëllime ekonomike. Mërgata shqiptare ka potencial i jashtëzakonshëm. Bilen mu e tham 5 vjeçarin e fundit u shumë e nevojshme me pas një farë thymbje këtij akullit edhe me thonë ai po shkojnë edhe na po bojnë diçka. Ndodh vitet e fundit kanë ndodhur shumë një përçarje e madhe. Tu fillu pej lëvizjes vetëvendosje që ka tentu njerëz të mirë, njerëz të aftë mos më dhon hapësin. Pse mos më tentu me bëni një fondacion të përbashkët që edhe diaspora ka qasjen që të pare, edhe qeveria e Kosovës ka qasjen që të pare. Unë jam Mehmet Klinaku, vin nga komuna e Vushtrisë, nga Bevolaku. Rrugën kur kam marrë në 2009 për Gurbet, për Mërgat, kam shku atje me synimin ashta që kom tentu edhe si lloj ambicie që kom pas si i ri, si student këtu. Kam tentu me shku edhe me më rri diçka në jetë më shumë në ashta. Kur kam shkuar atje në Gurbet e kam pas edhe ndihmën e familjes, të vëllezërve, ku edhe kena bën një kompani shumë të suksesshme, sa i përket domethënë në fushën e ndërtimtarisë, që po tentojna edhe me jo vetëm na si kompani për veti, po tentojna me shpërhap edhe si interes që i përket edhe shqiptarëve që jetojnë atje në diasporë. Është shumë elementare në shoqë me një mundje tjetër të kena shumë më lehtë. Sa i përket edhe kandidaturës, kjo tani ka qenë një hap na shtaberënsi që është edhe ndërlidhet me çfarë që thash më herët. Shumë e kanë ndërlidhje të fortë ndoshta që na atje si Mërgat, si shqiptar ku jem, edhe ku jetojmë edhe ku veprojmë me pas edhe një mundësi të lehtë ose më të lehtë me orë edhe me pruçat dije, çat përvojë që kena bëu atje me prunë Kosovë. Aja bëhet edhe përmes përfaqësuesve domethënë që vinë nga diaspora. S'more dikush tjetër me na përfaqësu neve edhe me thonë valla diaspora po më duhet mu për qëllime votash ose për qëllime ekonomike, po me bë këto në mënyrën ma bashkarisht me punu në që drejtim, edhe me pse jo me konë edhe zonit tyne nesër në kuvend që me tentuane me i drejtu që të njerë që dojnë me një mu Kosovën, dojnë me edhe në kualifikimet punëtorëve edhe shumë lami tjera. Unë e mojtë flasë sa i përket Mërgatës në venin ku jetoj, Nürnberg, ku unë jetoj, ka Mërgata shqiptare ka potencial i jashtëzakonshëm. Bilen mu e tham 5 vjeçarin e fundit është një kthejs shumë e madhe në ashta që shqiptarët jenë mobilizu, jenë bashku, edhe po tentojnë ose jenë bon ashta faktori numër 1 sa i përket ndërtimtarisë ose ndërtimit në Gjermani. Spoku, në venin ku unë jetoj, edhe që marrë informata për tjerëve që nuk është muaja mendimi që valla shqiptari punon të X individi tjetër, po tjerët po punojnë për neve. Ka plot të Gjerman që punojnë edhe në kompanitë shqiptarëve edhe tentojnë me shtri biznesin shumë më shumë. Unë shoh shumë të nevojshme që ata njerëz ose që ata shqiptarë që kanë dalë atje, kanë bënë përvojë të madhe si në lloj lamish, jo vetëm në biznes, ka njerëz që janë edhe asamblesë, sot atje që janë të marrë pjesë edhe në politikë të Gjermanisë. Që ata njerëz ose unë shoh që është shumë e nevojshme me pas një farë thymbje këtij akullit, edhe me thonë ai po shkojnë edhe na po bojnë diçka. Po japim kontributin tonë në çat mënyrën që na shohim që është e nevojshme. Unë si Mehmet nuk e kam pas as nevojën, zero nevojën elementare me thonë që valla po shkoj edhe po tentoj me bë përfitime personale në Kosovë, po esenca u kon me tentu me i bashku në çat mënyrë, më bën një lidhse, një zyrë ku shqiptarët e diasporës vinë edhe kontaktojnë me mua direkt pa marrë parasysh cilit rajon, me ide që ai ka edhe don me kontribuon në Kosovë. Unë e kam pas shumë e kam përjetu këto personalisht që ka hezitim shumë të madh njerëzve që kanë shumë përvojë atje dhe hezitojnë me ardhmë me kontribu. Pse kanë ndodhur vitet e fundit, kanë ndodhur shumë një përçarje e madhe. Tu fillu pej lëvizjes vetëvendosje që ka tentu njerëz të mirë, njerëz të aftë mos më dhon hapësin. Shumë e nevojshme është kjo që njëri që din diçka në lamit caktuar më ofru ose më ofru edhe vetë funi punit, po hezitoj ai me ardhmë ti shkoj edhe ofroja një qasje që ai le të ketë mundësinë me orë me kontribuon në venin e vet. Është shumë e nevojshme. Absolutisht jo. Unë shoh që vitet e fundit bile sidomos u anashkalu çdo mënyrë me ministrinë e jashtme për shembull, nëse shohim na çfarë skandalesh ka pas, nuk ka tentu kurrëherë me i bashku shqiptarët përmes ambasadave, përmes konsulatave. Interesat e diasporës, interesat e Mërgatës janë lloj-llojshme. Kanë nevojë njerëz për shumë çka për shtetit Kosovës. Duhet më ofru pa marrë parasysh ka edhe lekto që përmenda më herët nashta edhe biznesi, por njerëz kanë nevojë atje elementare nashta për çastin dokumenta, kanë nevojë ndryshme që ata duhet me fol me ta edhe me i marr preokupimet e tyre, me i marr si të mirëqenia edhe me punu në qatë drejtim. Jo veç ata ankohen, edhe ankesa aty në hasën në veshorë, pa marrë parasysh çfarë kanë bo,
vitet e fundit e kam po një hezitim shumë të madh me tentu me ndihmu çat formë atje që shqiptarët në me veç janë karritën, nuk është më esenca që ata po shkojnë tu zvoglu edhe që shohën edhe në ekonomi, po edhe në zhvillim mental të njerit, edhe janë të bo më të mëshëm vëlla. Njerëz na koni na dal për luftë pa komplet me zero hapësinë për shkollim. Sot e kena një çështje tjetër, edhe që ata njerëz duhet më bë me tentu mi bë bashk, ose funja funit me ja kry do nevoja elementare që aty ju duan. Unë si Mehmet zotohem që kam e tentu edhe me vepru në qatë drejtim që shqiptarët në diasporë me ardhë dhe me pru edhe kuadrët të reja në Kosovë. Që ata njerëz që kanë mësu një zanat, pa marrë parasysh në cilin lami, në cilin drejtim, me tentu me borë me ardhë dhe këtu, edhe përmes kompanive që prodhojnë materialet ndryshme, ato ofrojnë edhe kurse normal për çu shpunohet produkti tyne, me bo një farë mënyre që ata njerëz me apo hajrin edhe këtu e Kosovës, po edhe Kosova atyne. Është një sen shumë e nevojshme që me bolla mësimin dual. Mësimi dual është shumë e nevojshme për shoqërinë tonë. Nuk mundna ato më bëj studenta ose tonë me pas një status që valla unë du me pas një status një jetë shumë të mirë. Ka shumë njerëz, shumë të rinj në Kosovë që kanë nevojë për me marrë zanate ndryshme që janë dobi shoqërisë tonë. E dyta që kisha mujt me cek është nashta që janë ka përmenden shumë shpesh remitancat e diasporës. Veç vitin 2024 kena pas 1.35 miliardë remitanca. Pse mos me tentu me shfrytëzu qatë pare, po ne përmenëm si fakt, anë fakt kërkush s'bën kur gjë për atë punë. Pse mos me tentu me bëni një fondacion të përbashkët, që edhe diaspora ka qasjen që të pare, edhe qeveria Kosovës ka qasjen që të pare mi drejtu në ekonomi, mi drejtu në bujqësi. Unë e përmenin ashta shumë shpesh edhe kjo që është që kam ndihmu shumë njerëzve në Kosovë me qatë fondacion që bëhet i përbashkët, veç 10% që mi marrë që ti fondacioni janë 135 milion. Mi drejtu në bujqësi për shembull. Njëna pej çështjeve që mund prekon për më shumëti, që sot për sot jepen subvencione në bujqësi, edhe jepen te individi, unë e shoh jo të nevojshme me ndodh nashta në drejtim, po me pasi biznes. Edhe bujqësia më pasi privilegj, që qaj njëri që punën bujqësinë me po ato si biznes, e jo si përfitim personal mo. Në kohën në edina kërë në kohën ma eret shumë, ka kohën e nevojshme nashta edhe si nevoj familjare, se për jatuit kina hongër, kina mbajt familjen në atë aspekt. Po sot për sot du të më zhanu kjo, kur të bëhet në njërë biznesore, investime në serra, investime në produkte që Kosova i prodhën, edhe ka vullnet me punu në qatë drejtim që me zmadhu atë farë biznesi, unë e shoh shumë të nevojshme që edhe bjen edhe çmimi i produkteve tani. Se është një sen që sa ma shumë prodhon një individ, bjen edhe çmimi se ka leverdimat madhe. Sot për sot na hezitojna me punu bujqësinë ashta se në fundit nuk leverdis, as parat e veta nuk i nxjerr. E jena ato hipotezane që unë e shoh të nevojshme shumë me ndryshu. Arsyeja vetme nashta edhe ma elementare që unë e shoh si Mehmet është garancia që Aleonca ja jep qytetarëve të Kosovës për shkak se ata unë e shoh Ramushin se individi kryesor ashta që mundet me na bë edhe me na antarësu në atë. Këta tjerë nuk kanë as lemo që s'kan edhe interes, pas në qasje në ato struktura që Ramush Haradinaj ka. Vinë ata vetë dhe na tregojnë neve kush është Ramushi. Ka pas rastet fundit që kena thonë, FSK-ja u bë pej Ramushit. Njeri modest që nuk e ka përmend kur, me tentu me thonë, hej, të fitojnë e vota se valla unë i kryva që të punë. S'ka desh me punu në drejtim, për që ata konë edhe nashta arsyeja jam e kryesore, si Mehmet mi u qas, ose more shtu ka Aleonca për arminë e Kosovës që një men që drejtim kina nevoj shumë. Kur është garancia, kur është siguria e shtetit, kur qytetari njetë i lirë, vinë edhe për jashtë njerëz me investu. Na duhet me tentu edhe rinin mos me lo me ik. Rinia kur nuk ik, kanë interes edhe njerëz me arë me investu këtu, se e ki potencialin, e ki një rini që është fuqia punëtore në ashta me forta në Balkan, ose në Evropë që e kena nësi si shqiptar. Duhet me shfrytzu. Tu konte mesazhet dhe me thonë, deshta me ritheksu edhe njëherë që një sen që është më elementar që unë shoh që më me kontribu, ose me dhonë për vetës është, ka me konë ashta adresa kryesore, që qëta njerëz që vinë në Kosovë, pa marrë parasysh çfarë lloj nevoje që ka me mujt me kry për ta, ka me konë atë. Çdo ditë nashta, edhe në stop me konë hapur, edhe me fol me ta çfarë drejtimi më i minimu, se unë shoh që kjo është shumë e nevojshme. Na jem si deputet në Parlamentin e Kosovës në shërbim të popullit, e jo kundërta.